Sa shpesh duhet të masturboheni pas moshës 60 vjeç? Masturbimi është një pjesë normale dhe e shëndetshme e seksualitetit njerëzor. Dhe nuk ka një rregull të prerë që përcakton sa shpesh duhet të ndodhë. Qoftë në të 20 apo pas moshës 60 vjeç. Pas 60 vjetësh, trupi përjeton ndryshime hormonale, fiziologjike dhe psikologjike që ndikojnë në dëshirën dhe performancën seksuale. Megjithatë, aktiviteti seksual dhe masturbimi mund të sjellin përfitime të shumta shëndetësore dhe të mirëqenies. Një, ndryshimet hormonale dhe ndikimi në dëshirën seksuale. Pas moshës 60 vjeç, nivelet e testosteronit tek burrat dhe estrogenit tek gratë fillojnë të ulen gradualisht. Kjo mund të rezultojë në një ulje të dëshirës seksuale dhe një ndryshim në energji. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se aktiviteti seksual duhet të ndalet. Masturbimi mund të ndihmojë në ruajtjen e funksionit seksual. Stimulimi i rregullt mund të ndihmojë që organet gjinitale të ruajnë elasticitetin dhe qarkullimin e gjakut. Rritjen e hormoneve të lumturisë. Endorfina dhe dopamina që lirohen gjatë orgazmës mund të përmirësojnë humorin dhe të reduktojnë stresin. Përmirësimin e gjumit. Aktiviteti seksual ose masturbimi para gjumit mund të ndihmojë në relaksimin e trupit dhe të përmirësojë cilësinë e gjumit. 2. Sa shpesh është e shëndetshme? Nuk ka një frekuencë universale, por disa pika orientuese bazuar në studimet. 1-3 herë në javë është një frekuencë tipike për shumë persona pas 60 vjeç. Më shpesh nëse ka dëshirë dhe nuk shkakton lodhje nuk është problematik. Më pak shpesh nuk është domosdoshmërisht i dëmshëm. Disa persona e bëjnë vetëm disa herë në muaj dhe ndihen mirë fizikisht dhe emocionalisht. Qelësia është të dëgjoni trupin dhe të ruani një balancë. Nëse masturbimi shkakton dhimbje, lodhje ose shqetësime emocionale, mund të jetë koha për të konsultuar një mjek ose specialist të shëndetit seksual. 3. Përfitimet shëndetësore të masturbimit pas 60 vjeç. Masturbimi nuk është vetëm një mënyrë për kënaqësi seksuale. Ka përfitime të rëndësishme për shëndetin fizik dhe mendor. Përmirësimi i qarkullimit të gjakut. Stimulimi i gjakut në organet gjinitale ndihmon në ruajtjen e funksionit të tyre. Ulja e stresit dhe ankthit. Orgazma liron hormone që përmirësojnë humorin dhe reduktojnë tensionin. Mbështetje e shëndetit të prostatës tek burrat. Studime kanë treguar që ejakulimi i rregullt mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të problemeve me prostatën. Përmirësimi i marrëdhënieve intime. Duke njohur trupin tuaj dhe preferencat seksuale, mund të përmirësoni komunikimin dhe intimitetin me partnerin. 4. Faktorët që ndikojnë në frekuencën. Disa faktorë që ndikojnë se sa shpesh është e përshtatshme të masturboheni pas 60 vjeç përfshin: shëndeti fizik, sëmundjet kronike si diabeti, hipertensioni, ose sëmundjet kardiake mund të ndikojnë në energji dhe dëshirë. Medikamentet, disa ilaçe veçanërisht për presionin e gjakut ose depresionin, mund të ulin libido. Statusi emocional dhe psikologjik. Depresioni, ankthi ose izolimi social mund të ndikojnë në dëshirën seksuale. Partneri seksual dhe marrëdhëniet. Prania ose mungesa e një partneri dhe cilësia e marrëdhënies mund të ndikojnë në frekuencën e masturbimit. 5. Masat praktike dhe këshilla. Mbani një rutinë të qetë dhe private për masturbim, në mënyrë që të shmangni stresin ose fajin. Eksperimentoni me kohën e ditës për të parë se kur keni më shumë energji dhe dëshirë. Ruani një jetë të shëndetshme fizike me ushtrime të lehta dhe dietë të balancuar, pasi kjo ndihmon në ruajtjen e libidos dhe performancës. Një udhëtim drejt shëndetit dhe mirëqenies. 1. Ruajtja e shëndetit seksual dhe fizikal. Edhe pas moshës 60 vjeç, trupi mund të ruajë shumë nga funksionet e tij seksuale nëse stimulohet rregullisht. Masturbimi është një mënyrë e thjeshtë për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Orgazma dhe stimulimi seksual nxisin rrjedhjen e gjakut në organet gjinitale, që është thelbësore për ruajtjen e elasticitetit dhe shëndetit të indeve. Mbrojtur funksionin e prostatës tek burrat. Studimet tregojnë se ejakulimi i rregullt mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të prostatës dhe problemeve të lidhura me të. Stimulimi i muskujve të dyshemesë pelvike. Tek gratë dhe burrat, kontraktimet gjatë orgazmës forcojnë muskujt që mbështesin organet gjinitale dhe fshikëzën. 2. Përfitimet mendore dhe emocionale. Masturbimi nuk ka vetëm përfitime fizike, por edhe psikologjike. Në moshën e tretë, shumë persona përjetojnë stres, izolim ose ndjenja të vetmisë. Aktiviteti seksual i vetvetishëm mund të ndihmojë në largimin e stresit dhe ankthit. Hormonet e lumturisë si dopamina dhe oksitocina lirohen gjatë orgazmës,
duke përmirësuar humorin dhe reduktuar stresin. Përmirësimin e gjumit. Një orgazm natën ndihmon trupin të relaksohet dhe të përgatitet për një gjumë më të thellë dhe rigjenerues. Rritjen e vetëvlerësimit dhe lidhjes me trupin. Duke njohur dhe vlerësuar trupin tuaj, ndiheni më të sigurt dhe të lidhur me seksualitetin tuaj. 3. Masturbimi si pjesë e një jete aktive dhe të balancuar. Pas moshës 60 vjeç, është e rëndësishme të ruani një stil jetese të shëndetshëm, pasi kjo ndikon direkt në dëshirën dhe performancën seksuale. Disa këshilla praktike. Ushtrime fizike. Ecja, noti, yoga dhe ushtrimet e lehta për forcën e muskujve ndihmojnë në energji dhe fleksibilitet, që ndikojnë pozitivisht në jetën seksuale. Dietë e balancuar. Ushqimet e pasura me antioksidant, proteina dhe yndyrra të shëndetshme mbështesin qarkullimin e gjakut dhe nivelin e energjisë. Rutina e shëndetit mendor. Meditimi, leximi ose aktivitetet sociale reduktojnë stresin dhe përmirësojnë humorin, duke rritur dëshirën për aktivitet seksual. 4. Mitet e zakonshme dhe realiteti. Shumë persona besojnë se pas 60 vjeç seksuali dhe masturbimi bëhen të panevojshëm ose të dëmshëm. Kjo është një keq kuptim. Realiteti është, dëshira seksuale nuk zhduket automatikisht. Ndonjëherë ajo ndryshon ritmin, por nuk zhduket. Masturbimi nuk është diçka për të ndjerë turp. Është një mënyrë natyrale dhe e shëndetshme për të përjetuar kënaqësi dhe përfitime fizike. Frekuenca nuk ka standard të prerë. Ajo ndryshon nga personi në person, dhe është krejt normale të ndryshojë me kalimin e kohës. 5. Kur duhet të kesh kujdes? Megjithse masturbimi është zakonisht i sigurt, disa situata kërkojnë vëmendje. Dhimbje gjatë stimulimit ose orgazmës. Ndryshime të papritura në funksionin seksual. Ndjenja e depresionit të thellë ose ankthit pas aktivitetit seksual. Në këto raste, konsultimi me një mjek ose specialist të shëndetit seksual është i këshillueshëm. Strategjitë dhe këshillat praktike për një jetë seksuale të shëndetshme pas 60 vjeç. 1. Integrimi i masturbimit në rutinën ditore. Masturbimi nuk është thjesht një aktivitet fizik. Ai mund të bëhet pjesë e një rutine të shëndetshme që ndihmon trupin dhe mendjen. Disa mënyra për ta bërë këtë. Koha e zgjedhur me kujdes. Shumë persona preferojnë pasdite ose natën për të relaksuar dhe për të ndjerë kënaqësi pa stres. Krijimi i një ambienti të qetë. Një ambient i rehatshëm, privat dhe pa ndërprerje rrit kënaqësinë dhe ndihmon trupin të relaksohet. Mendimi pozitiv dhe pranimi. Duke e parë masturbimin si një aktivitet të shëndetshëm dhe normal, reduktohet ndjenja e turpit dhe përmirësohet eksperienca. 2. Përdorimi i fantazive dhe teknikave të ndryshme. Pas 60 vjeç, trupi dhe ndjeshmëria mund të ndryshojnë. Prandaj eksplorimi është i rëndësishëm. Eksperimentimi me ritmet dhe presionin. Disa njerëz gjejnë kënaqësi më të madhe me ritme më të ngadalta ose më të shpejta. Stimuli vizual ose imagjinar. Shikimi i mediave të përshtatshme ose përdorimi i fantazive ndihmon në rritjen e eksitimit. Përdorimi i lubrifikantëve. Te gratë, ulja e estrogjenit mund të shkaktojë thatësi vaginale. Lubrifikantët mund ta bëjnë stimulimin më të rehatshëm. 3. Lidhja me partnerin seksual. Edhe nëse keni një partner, masturbimi mund të plotësojë jetën seksuale. Përmirëson intimitetin. Duke njohur trupin dhe preferencat tuaja, mund të komunikoni më mirë dëshirat me partnerin. Redukton presionin për performancë. Masturbimi individual mund të ulë stresin që lidhet me pritshmëritë në marrëdhënie. Rrit kënaqësinë dypaleshe. Aktiviteti i vetë stimulimit mund të bëhet një pjesë e lojës dhe eksperiencës intime me partnerin. 4. Përfitimet afatgjata. Nëse masturboni rregullisht me dëshirë dhe pa presion, mund të prisni këto përfitime të afatgjata. Ruajtja e energjisë dhe libidos. Përmirësimi i shëndetit të zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Reduktimi i stresit dhe përmirësimi i humorit. Mbrojtja e funksionit seksual dhe elasticitetit të indeve. 5. Përfundim dhe mesazh motivues. Masturbimi pas 60 vjeç nuk është vetëm i mundur, por edhe i dobishëm. Nuk ka një frekuencë fikse, qelësi është dëshira, rehatia dhe dëshira për të mbajtur një jetë seksuale të plotë. Duke e parë këtë aktivitet si pjesë të shëndetshme të jetës dhe duke ndjekur disa strategji të thjeshta, mund të përmirësoni mirëqenien fizike dhe emocionale. Ruani energjinë dhe vitalitetin. Mbani një marrëdhënie të kënaqshme me trupin dhe partnerin. Mos harroni, çdo person është unik, dhe ajo që funksionon për një individ mund të jetë ndryshme për tjetrin.
Është normale të ndryshojë dëshira dhe frekuenca me kalimin e kohës, dhe kjo nuk është shqetësuese. Qelësia është të qëndroni të lidhur me trupin tuaj, të kuptoni nevojat tuaja, dhe të shijoni çdo moment të shëndetshëm të seksualitetit tuaj.